Ndoshta janë edhe këto, le të themi, mundësi që do të thotë zoti Bler, ne dim botërisht, pra ai ka deklaruar, ka qenë në faqen zyrtare të Këshillit të Ministrave si këshilltar, ka qenë me institutin e vet apo me kompaninë e vet të lobimit, pjesë edhe e lobimit që ka pasur qeveria shqiptare, apo zoti Rama në cilësinë e kryeministrit. Kjo patjetër që ka efektet e veta, por natyrisht edhe lidhja familjare apo le të themi takimi që mund të ketë patur zoti Rama me dhëndrin e presidentit amerikan, patjetër që këto ndoshta ka ndikuar te kjo ftesë. Megjithatë, ne duhet të shikojmë se cili është iniciatori, pra nuk kemi fare informacion lidhur me këtë board, kush e ka krijuar të board, çfarë veprimtarie konkrete do të ketë ky board, është një organizatë jo fitimprurse apo është një shoqat, është një kompani, nuk e kemi iden se çfarë forme ligjore apo juridike ka, apo thjesht është një forum që mundet ta ketë organizuar zoti Bler dhe në bordin e organizimit të këtij takimi apo konferencë ndërkombëtare që mund të jetë edhe zoti Rama. Kështu që ne nuk e kemi informacionin saktë, po që duhet të dimë dhe ta kemi në konsiderat se lobimi është i ligjëruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe, ku gjithkush mund të ketë lobistin e vet, pra ata e kanë të deklaruar, nuk është diçka e fshehur, pra ne ende nuk kemi një ligj për lobimin dhe gjërat janë transparente. Kështu që edhe në rastin konkret mundet që zoti Rama të ketë kontaktuar një shoqëri apo një kompani lobimi, apo qoftë edhe zotin Bler, ndoshta zoti Rama është ai që edhe mund t'ja ketë dhënë idenë, duke qenë se ka mik, për krijimin e një bordi të tillë të paqes, në mënyrë që ai të ketë një vend në këtë bord. Duhet marrë dhe konsiderat edhe inovacionin, idetë inovative që nuk duhet pse t'ja heqim zotit Rama për sa i përket organizimit të takimeve, PR-it, imazhit, anketimeve që ai kryen, pra këto janë cilësi që ai i ka treguar në gjithë vitet që ka qenë në detyrë, pra nga viti 98 dhe deri tani, pra për sa i përket marketingut, është një pjesë që ai e ka të vetëm, domethënë nga ana natyrale. Kështu që impakti është pozitiv për vendin tonë së pari, por natyrisht tani zoti Rama këto ta përdori si një kartë politike, ku besoj që edhe opozita duhet të jetë e mërzitur nga kjo ftesë e zotit Rama. Për qenë të saktë, Bordi i Paqes është ideuar dhe krijuar nga vetë presidenti amerikan Donald Trump dhe ka ardhur deri më sot duke krijuar edhe pjesën e antarëve që do të bëhen pjesë të këtij bordi dhe deri më tani ka dalë lista pra e personaliteteve kryesore si Tony Blair, dhëndri i tij Jared Kushner, i dërguari i posaçëm për luftën në Ukrainë Witkoff, edhe personalitete të tjera. Por të mbetemi te kryeministri Edi Rama sa i përket kësaj lëvizje politike. A mendoni se në këtë rast Edi Rama mund të shpëtojë, pra duke parë nga optika si njeri i drejtësisë, mund të shpëtojë nga dosja e Charles McGonigal që ka në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mund të rikuperoj gjithë pikët e humbura, po themi deri tani në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Tani përsa i përket çështjeve penale, ato janë çështje të cilat i përkasin drejtësisë amerikane, por ne duhet të dimë që Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një sistem gjyqësor të drejtë dhe të paanshëm, dhe kur vjen puna tek cënimi i interesave të saj, të interesave të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk tolerojnë në këtë pikë. Kështu që edhe fakti që ai ka qenë prezent dhe është e pandikuar nga politika, pra nuk kemi të bëjmë me një drejtësi
ku kryeministri apo presidenti merr në telefon gjyqtarin apo prokurorin lidhur me çështje të caktuara, ku i mbërtet dhe i kërkon çfarë të vendosi, apo me denigrimin e figurave të drejtësisë apo të jurisë së Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra ata që në vitin 1878 me krijimin e kartës e kushtetutës dhe me vendosjen e parimeve themelore të demokracisë, pra parimin e ndarjes dhe kontrollit të pushteteve, ka vite që pushtetet aty janë të ndara nga njëra tjetra dhe nuk ndikohen nga njëri tjetri për sa i përket urdhërimeve apo marrja e direktivave. Kështu që janë gjëra të cilat nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Aty zoti Trump e ka ftuar zoti Rama në cilësinë, pra janë parë disa karakteristika qasi që ne kemi si popullsi islamike, pra kemi shumë gjëra për të cilat na ka ftuar, jo për cilësinë se ka vetëm mik Tony Blair apo për shkak se dhëndri i tij ka një marrëdhënie me zotin Rama për sa i përket dhënies së Sazanit, kompanisë së vet. Nuk besoj se janë kaq të ngushta interesat, por patjetër që këto kanë ndikuar në këtë ftesë, por nuk është kryesorja. Kryesorja është gjithë koherenca. Jemi populli i vetëm, pra në gjithë botën shqiptarët janë populli i vetëm që janë amerikan dashës. Pra në gjitha anketimet që bëhen vjetore, ne dalim gjithmonë populli që duam Shtetet Bashkuara të Amerikës, popullin amerikan, dhe nuk kemi asnjë lloj rreziku për të popull. Po patjetër, po pyetjen u bëra në kuadër të edhe të rastit të më falni, të Mark Rosinit, i cili është i njohur si mik dhe bashkëpunëtor i ngushtë i ish zyrtarit lart FBI-s Charles McGonigal, pra Mark Rosini, i cili është falur nga vetë presidenti amerikan Donald Trump. Pra në një farë mënyre ekzistojnë dhe lëvizje të tilla politike pavarësisht të implikimeve që mund të kenë në rastin e çështjes së Charles McGonigal, sepse vetë ish agenti i FBI-s, pra siç e thash, është falur me dekret nga presidenti amerikan. Nuk e kam të informacion, tashmë e mora nga ju. Nuk e di me shumë detaje këtë dosje që të flas me kompetencë të plot, por nëse ky ka qenë një agent i cili po kryente një dënim apo ka marrë dënim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky është një dënim i cili është falur në kuptim të vuajtjes së dënimit. Pra siç kemi ne faljen nga ana e presidentit të Republikës për personalitetet të cilat vuajnë dënimin për në një burg të zakonshëm apo sigurisë lartë e tjera me radhë, pra ne kemi një sër shkaqer për cilat presidenti i Republikës mund të nxjerrë një dekret falje. Kështu që besoj edhe në këtë rast ne kemi të bëjmë me falje nga vuajtja e dënimit, por nuk do të thotë që ai nuk quhet i dënuar apo nuk është i dënuar, pra dënimi mund të jetë edhe një dënim me gjop nga një gjykat apo një dënim me kusht, se për vetë ndikimin e shumë faktorë të tjerë, siç ne e kemi edhe në legjislacionin ton apo në kodin penal, ku kemi pezullim të ekzekutimit të vendimit, por kjo në aspektin politik mund të jetë një dëm shumë i madh, pra në marrëdhënie që mund të kenë dy vende me njëra tjetrën, sepse ka cënuar sigurinë kombëtare. Nuk mund të them dot me kompetencë se çfarë kanë kryer dhe çfarë realisht është dëmtuar Shtetet Bashkuara nga ky ndikim për agentin McGonigal, pra duhet parë dhe dëmi që i ka ardhur sigurisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës apo qeverisë amerikane nga ky ndikim apo korruptim që i është bërë. Pra kjo i përket drejtësisë amerikane. Megjithatë, edhe kjo mundet të ketë ndikuar, sepse fakti që ai ka falur dikë që është dënuar, pra agent lidhur me këtë
vendimarrje, besoj edhe ndoshta ka edhe ndikim për zotin Rama dhe për të ftesë ose pengesë që zoti Rama mund të ketë patur për shkak edhe të çështjes për cilën është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me këtë ndikim, kështu që ndoshta edhe kanë lidhje të gjitha bashkë. Pra mund të jetë edhe një risi, megjithatë Shtetet e Bashkuara, ashtu sikurse edhe vende të tjera, kur vjen puna për çështje madhore, marrëdhëniet mes shteteve, pra bashkëpunëtorët, partnerët që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata bëjnë kompromise gjithmonë në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra interesi kombëtar është prioritet kryesor në marrëdhëniet që ata vendosin me shtetet e tjera apo me përfaqësuesit e tjerë. Ne kemi parë nga gjithë historia, pra paktën kaq sa ne kemi mundësi, pra kemi filluar që të kuptojmë marrëdhënie që ka Shtetet e Bashkuara, ne po të shikojmë ka pasur marrëdhënie edhe me vetë Bin Ladenin, për cilin u kthye armik, ka qenë personi për të cilin Shtetet e Bashkuara kanë investuar që atë ta hidhin kundër agresionit rus në Afganistan. Apo kemi rastin e Siris, liderit Siris. Pra, ai ishte lideri i ISIS edhe kur erdhi puna u fal nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shkoi në shtëpinë e Barë. Pra, janë marrëveshje të cilat bëhen gjithmonë për interesa më të mëdha. Pra, kur vjen puna tek marrëdhëniet e jashtme, ata shikojnë gjithmonë interesin kombëtar. Dhe këtë duhet ta shikojë dhe besoj e shikon çdo shtet, por ku ka shtete të cilat nuk kanë një fuqi të madhe ekonomike, ushtarake apo qoftë edhe për sa i përket popullsisë, atëherë janë të kushtëzuara nga këto rrethana dhe nuk mundet që të imponojnë ata lidhur në marrëdhëniet që kanë me vendet e tjera.